Dimër në pranverë, rreshje dëbore në qarkun e Korçës, si paraqitet situata në akset kryesore. Rreshje dëbore ka pasur edhe në qarkun e Korçës. Dëbora ka arritur deri në 5 cm në zonat malore, ndërkohë që ka prezencë edhe në qytete. Sipas të dhënave, të gjitha akset janë të hapur. Akset kryesore nacionale: Qafa e Thanës, Pogradec, Ploç, Maliq, Korç, Kapshtic, Korç, Voskopoj, Drenov, Dardh, Qafa e Qarit, Tersek, Leskovik, Qafa e Zvezdës, Dogana, Gorice të tjerë janë të monitoruara nga subjekte kontraktore dhe plotësisht të kalueshme. Deri më tani nuk raportohet situatë emergjente. Rrugët dytësore dhe lidhëse në bashki janë të kalueshme dhe pa probleme, po ashtu edhe furnizimi me energji elektrike është normal.